Vllaznia Futsal ka marrë një fitore me shumë vlerë ndaj Flamurtarit, duke u kualifikuar për në finalen e kampionatit, ku çeblut triumfuan në shifra 6-1 teksa Gjokla realizoi golin e parë të ndeshjes. Në pjesën e dytë Gjepaxhia shënoi edhe 3 gola njëri pas tjetrit, ndërsa nuk do mungonin as golat Alsit Tafilit dhe Semir Gokajt. Në këtë mënyrë me fitoren 6-1, vllaznia siguron kualifikimin në finale, aty ku do ndeshet me Tiranën. Një ndeshje mjaft e mirë nga ekipi jonë. Kemi përgatitur të drejtën gjithë javën, sepse përballë kishim një kundërshtar realisht fort. Flamurtari nifet se është një kundërshtar i fortë dhe ka vite se interpreton edhe performon mirë në futsalin në kampionatin shqiptar. Por ekipi u përgjigj në detyrat që kishim caktuar, edhe rezultati na ngroi mjaft, sepse edhe për djemt jep moral dhe motivim për ndeshjen tjetër. Na shkoi mirë gjithë shunave. Edhe u shpërblyer me një rezultat shumë mirë. I kënaqur me rezultatin, i kënaqur me lojën. Shohim tani në finale, bëmë gjysmën e punës, dolme në finale. Objektivi ky ishte për momentin. Tash ti kena minimaliste, por shohim. Atëherë duhet me pas gjithçka me Tiranën në finale ditën e dilë. Tashmë mbetet për të mësuar data e finales me Tiranën, aty ku futbollistët shkodran padyshim që do futen në fushë, me objektivin e qartë për të fituar dhe për të shpallur kampion.